E disa metra katror është shtëpia e Enver Hoxhës? Jo. Ha? Jo. Pse ke pa nga lart? I themi 100 metra katror? 150. Njolla e ndërtimet. Po. Metra kate? S'është 150 në botë. 150. Le të thënë, kemi 450 metra katror. Në rregull, jemi 450 metra katror. Ato është shtëpia. Me korridor, me banjë, me gjithë. Po kemi vonë Edhe pishinë. Tani do më falësh pak, me u menej diçka, sa ta gjej unë atë, sepse jam dhe qorë, se qa ka pas kjo shtëpi brenda. Dhe që del ka ajo që unë po të them. Ka pas 3 çifte dhe i bie... E ke gabim tani qa ka pas kjo, e kemi morë vesh tash mbas 35 vjetë, do më kaq se qa ka pas kjo, do t'ja u them unë shqiptarëve sot. Ama ata që kishte 3 dyrim si gjajta? Eksaktësisht. 1 metra katror si gjajta. Eksaktësisht. Sepse thash... 60 biblioteka. 200 koltu. Se ma është kavane mave. Jo, të lutet, më falni, të lutem, se është shumë e rëndësishme. Ka pas... Po këte e boton një nga këto OJQ-t, OJF-t që majnë... Vlla më gjo se qa lexo, pa një të që edhe leximi është të mesëm, shqiptar mos lexoni, ju lutem. Do më ka pas 262 koltuk. Ti magazinosh 262 koltuk, se cili koltuk është paktën 2 metra katror. Po, 1 metër katror. Po është koltuk, nuk është vetëm i vogli, më burr. Okej. A është koltuku edhe i tjetëri? Jo, po e zim koltuk tek. Po mi koltuk tek. Pra 262 metra katror në 450 metra katror që javum në me gjithë qati e Enver Hoxhës, 262 metra katror, gjysën e këty, më shumë se gjysën, i kanë zonë koltukut. Okej. Mbi koltuk besoj që nuk vehen do të kanapet, apo jo? Po. Po kemi 47 dollap. Pra normalisht 262 u bën rreth 310 metra katror. 320 metra katror. Ju kanë ngel Enver Hoxhëve edhe 90 metra katror për gjithë njerëzit mren me gjithë motrat që kishte brenda. Prit se s'kan vënë, ato kanë dalë çati, ta thotë më i do të. Ato kanë flenë çati. 556 abazhur. Veshin tokë, nuk ka problem. I zem ka i gjysë metrë katror të abazhurët. Po të them se si është... Enver Hoxha është fut këshu palë ka jo shpiu. Nuk e di se ku ka jetu vetë si person. A i ka vujt në mënyrë të paparë. Po një minut. Sa i ka pas 28 frigorifer. Qa flë, Vlla, një minut. Ishim ke 90 metra katror? Po. 30 metra katror, në i zunë abazhurët? Sa? 30 metra katror, se janë 556 abazhurë. Okej. Sa do i veshin tokë, se s'ke ku i ven në nëllë më. Sa në ngelin 60 metre. Ky 60 metre katror, nuk ka asi njëri akoma, ne kemi dhe 281 frigorifer. Okej. Ke 60 metra katror, 281 frigorifer. Okej, një minut. Nuk në ndot, i ledhe me borë një pjesë tyre. Pra kjo borë të shit, Enveri akoma s'ka hymë mre më shpi. Asë se shoqa. Shoqa jo irë. 27 dollap. Po 60 biblioteka? 27, më prit pësemi ke 27 dollap të tjerë. Janë 27 dollap ku s'kena vend më mren. Kanë dalë të për jashtë. 29 televizor. Pra, tani kemi fillu me zonë sheshin e bashkisë, aty për jashtë, që quhet, sepse ajo është i bashkisë, apo? Po. Ashtu dhe. A i vesh ishte, as tapi as i gjos ishte. Jo. Ke di që s'ka as tapi mi Gjirokastrës. Më falë të lutëm, 19 magnetofon. 19 magnetofon. Qa i bote repit. Qa i bote, i vedet gjithë një kosisht në punë, apo? Nuk e di, këte nuk e thot, dhe 65 biblioteka. Wow. Pra ajo rruga ku kalim neve, që kalim makinat, ajo ka qenë, besojmë, ka mbas jenë vonë bibliotekat. Enveri prap nuk është i shpi,
as e në verë, as një. As gruja, as kalana. As roje, s'ka vend për roje këtu, prit. S'ka vend për roje, se roje i pi me qenë kelana. Një gjo më indën. 200 qili maleshi, 3727 metra katror si gjate tapet. Me këto mulote me siguri gjitha këto që Aparatura ngroje ftoje, pastrimi, pra këto nuk quhen këto, aparatura ngroje ftoje, pastrimi. Pra, mëj përvujt se Enver Hoxha asnjë nga ne s'ka qenë. Sepse shtëpia është zonë, oborri është zonë, dek e lana kemi shku, Enver Hoxha ka qenë poshture, si që shofun nga gjonat që kanë qenë këtu. Aty ka jetu. Në më dhënë shiko si ti idiot i zonë media. Të merri vërtet. Edhe ne, ti thu pastaj, jemi se jemi rregulluar që ky është tash, ky s'ka shumë që është botu.